Mirë se vini në këtë leksion shpjegues. A e keni menduar ndonjëherë se si një shifër e vetme mund të fshehë brenda saj, fjalë për fjalë, kodin e njerëzimit dhe ndoshta të vetë kozmosit? Sot do të zhytemi në traditat më të lashta mistike dhe në gjeometrinë e shenjtë për të parë se si numri 5 ka formuar thelbin e realitetit ton. Është një udhtim vërtet magjepsës, ndaj le të fillojmë menjëherë. E nisim me një nga parimet më të vjetra dhe më të fuqishme hermetike. Si lart, ashtu poshtë. Tani kjo nuk është thjesht një shprehje e bukur filozofike. E dini, është vetë baza e mendimit të lashtë që sugjeron diçka të jashtëzakonshme, se forma jo njerëzore mban brenda saj strukturën simbolike të të gjithë universit. Çdo gjë që ndodh atje lart në nivelin makro, në yje galaktika, reflektohet fiks këtu poshtë, tek ne. Ne jemi, në thelb, një pasqyrë e kozmosit. Dhe sipas këtyre burimeve antike, çelësi kryesor që e mban të lidhur këtë pasqyrë është pikërisht numri 5. Në për të gjitha traditat ezoterike apo në numerologji, 5-a nuk trajtohet thjesht si një numër i radhës. Ajo konsiderohet si simboli suprem i lirisë, i transformimit të vazhdueshëm dhe ajo lidhja jetike që bashkon botën tonë të ngurtë materiale me atë shpirtërore që është krejtësisht e pakufishme. Pra, cila është harta jonë për këtë analizë? Do të kalojmë shpejt në për 5 stacione. Mikrokozmosi njerëzor, pastaj gjeometria e shenjtë, elementi i 5, numri 5 në religjon dhe e mbyllim me alkimin dhe transformimin. Hapi parë, mikrokosmosi njerëzor, ose ndryshe, plani biologjik i numrit 5. Pse mistikët e lashtë mendonin se ne jemi mishërimi i këtij numri? Po, shikoni vetë trupin e njeriut, biologjia jon bazë fjalë për fjalë bërtet 5. Kemi 5 gishta në secilën dorë, 5 në secilën këmbë, por ajo që i vë vullën kësaj teorie janë 5 shisat tona: shikimi, dëgjimi, nuhatja, shija dhe prekja. Për ezoteristët, këto absolutisht nuk janë thjesht funksione biologjike, ato janë eksaktësisht 5 porta përmes të cilave vetdia jon arrin të përjetojë realitetin fizik. Janë e vetmja mënyrë se si ne i japim kuptim gjithçka i rreth nesh. Kjo na çon natyrshëm te pika e dytë, gjeometria e shenjtë. Si përkthehet e gjithë kjo biologji në harmoni të pastër matematikore. Tani, nga trupi i njeriut, le të kalojmë te pentagrami, ylli i famshëm me 5 cepa. Në gjeometrinë e shenjtë, ky formacion është simboli absolut i harmonisë mes trupit dhe shpirtit. Por ja ku bëhet vërtet mahnitse e gjithë kjo. Por një njeri që ndron me krah dhe këmbë të hapure, koka formon majën dhe trupi krijon eksaktësisht këtë yll. Për shkollat e lashta mistike, kjo dëshmonte gjeometrikisht se njeriu është qendra, një mikrokosmos i përsosur brenda universit. Për ta, nuk ishte thjesht një rastësi vizuale, ishte një provë hyjnore. Dhe kjo formë nuk shfaqet vetëm te ne. Ajo është e koduar kudo. Pentagrami përmban në thelbin e tij proporcionin e artë, atë harmoninë e famshme matematikore. E gjejmë kudo në natyrë, te petalet e luleve, te spiralet e guaskave, madje edhe në dizajnet madhështore të arkitekturës së shenjtë. Pitagorianët e lashtë ishin fjalë për fjalë të magjepsur pasaj, duke e parë si simbolin më të lartë të dijes absolute. Kalojmë te pjesa e tretë e shpjegimit ton, elementi i 5, ura që lidh atë fiziken me shpirtëroren. Të gjithë i dim 4 elementet bazë të materjes, apo jo? Zjarri, uji, ajri dhe toka. Këto formojnë botën fizike, por traditat ezoterike shtojnë diçka tjetër thelbësore këtu. Ato argumentojnë se duhet një element i 5 që shpesh quhet eteri ose akasha. Pse është eteri kaq jetik? Sepse ai thyen rregullat e materjes. Përfaqëson vetëdijen, lidhjen hyjnore, atë energjinë universale që i mban të bashkuara 4 elementet e tjera. Pa këtë element të 5, materia do të mbetej thjesht e vdekur. Hapi i radhës, pjesa e 4, numri 5 në religjon. Le të shohim se si shfaqet ky model në strukturat shpirtërore globale. Nëse shohim këtë në një rafsh tërësisht objektiv dhe akademik, vihet re se numri 5 është kolon mbajtëse në shumë besime. Një shembull i shkëlqyer janë 5 shtyllat e Islamit. Nis me dëshmin, vazhdon me namazin, zekatin, agjërimin dhe kulmon pikërisht me hapin e 5, haxhin. Nëse analizojmë thellë, këto 5 hapa ndërtojnë një nga një në mënyrë shumë sistematike të gjithë bazamentin e jetës shpirtërore. Është një sistem balancues, një lloj si gjeometria thelbësore për të cilën sapo folëm. Po ashtu, nëse kalojmë në mistikën e Krishterë, gjejmë një theks jashtëzakonisht të fortë te 5 plagët e shenjta të Krishtit. Të marra jashtë një dogme të caktuar dhe të analizuara si simbole, këto marka përfaqësojnë sakrificën e thellë, transformimin e domosdoshëm dhe në fund fare rilindjen shpirtërore. Ndonse kontekstet fetare janë thellësisht të ndryshme, modeli mbetet. 5-a shërben gjithmonë si pragu kalimtar drejt një niveli tjetër ekzistence.
Kjo na sjell te pjesa jonë e fundit, alkimia dhe transformimi. Le të zbulojmë shkencën prapa këtij evolucioni. Për të kuptuar dinamikën e kësaj shifre, duhet të huazojmë pak nga lentja e numerologjisë. Nëse numri 4 përfaqëson stabilitetin, gjërat e palëvizshme si 4 muret e një dhome, numri 5 është ai që i bën të copë çik këtë kufi. Përfaqëson energjinë e papritur, lëvizjen, aventurën. Nuk është çudi që personat e lidhur me këtë numër përshkruhen shpesh si eksplorues, revolucionar e artist, ata që refuzojnë të qëndrojnë brenda kornizave. Dhe ky shpirt i pastër transformimi është vetë zemra e alkimisë. Ky proces antik përmblidhet thelbësisht në 3 hapa thelbësor: ndryshimi, pastaj shpërbërja e formës së vjetër dhe përfundimisht rilindja. Për alkimistët që kërkonin atë që i quanin arin filozofik, pra iluminimin e plot shpirtëror, pesa ishte shkëndija. Ishte tamam ai mekanizmi iniciues që vinte gjithçka në lëvizje sa herë që materia apo vetjeta rrezikonte të ngritej në vend. Pra, le të lidhim të gjitha bashkë tani. Nga një anë kemi veten ton, mikrokosmosin, trupin fizik me 5 shisat të gozhduar në këtë ekzistencë toksore. Nga ana tjetër, shpaloset makrokosmosi, abstraksioni i gjeometrisë së shenjtë, elementet si eteri, themelet e besimeve dhe vetë evolucioni universal. Kur i shohim kështu, kuptohet qartë që është vizatuar një vijë drejt nga fillimi në fund, një vijë që lidh biologjinë tonë të përditshme me misterin më të madh të universit. Pas gjithë këtyre provave të mbledhura nga matematika, feja e misticizmi, nuk mund të mos ngrejmë këtë pyetje të fundit. A është gjithë kjo prani e pesëshes thjesht një rastësi i pavlerë e biologjisë, apo kemi të bëjmë me një kod të mirëfillt me të cilin është shkruar fjalë për fjalë gjithë realiteti ynë? E po, kur e vëzhgon botën përmes këtyre modeleve kaq të thella, me siguri që asgjë nuk të duket më si një rastësi e thjeshtë. Gjithçka rreth nesh është e ndërlidhur dhe ndoshta çelësin e kemi pasur gjithmonë në duart tona, literalisht.